Imagjino, do me thonë, me çmen ato që ato as flasin. Kur ti nuk të durojnë dot as ato, jo më ne këtu, do me thonë. Realisht, do me thonë, shumë njeri kot. Negativitet nga goja vetëm ti nxjerr. O shpirti, po ti ças si ke ofendu në orientim seksual, në racë, në ngjyrë, i ke ofenduar në shpifje, kush para një muaji. Po se ato janë, edhe ashtu jeti. Kjo jetina, ti nuk njifësh për gjë tjetër, kishe ndorë me rregullu situatën, me sfida të jesh një person i lumtur. Të qesh ti, para kamerës. Nuk e bëj dot, për ju unë kisha dalë, unë nuk bëj loj falsë edhe do dalësh shumë shpejt. Unë nuk bëj, në rregull, edhe do dalësh shumë shpejt, edhe do dalësh shumë shpejt. Po do dalësh ti, se s'ke gjë tjetër, kupton. Nuk ke gjë tjetër. Le të dalë, çfarë problemi ke? Se pranon për ndjekje, për sfida. A mi prishet sfidat, mbajnë? Ua ka kalu të menshme. Do që të flasi, nuk e pse më ndjek, se nuk më pëlqejnë këto. Ja, të kalë duhet dhe flasin Jo, prapë. do t'i kalu të menshme, jo, do të nuk përndjekje njëzit ashtu, o ti. Po, shumë, të kam thënë njërë, nuk flasë të. Po normal që të flasër, se unë kam dhënë edhe robat intime që se jap motrës time ti kam dhënë ty, thjesht për... Faleminderit. Po pra, edhe vetëm te duhet dish ti që nga momenti parë kam dhënë dorë, por i kisha të gjitha pala. Faleminderit. Po normal, sepse një femër, unë të kuptoj, dhe bësh durë se dhe mua mi hodhën pishin, edhe jam femër edhe di shumë mirë. Edhe në qoftë se marr infeksion në gjërë, s'ka problem, thësh dhe ja pasaj vajzës. Po ti e ai person që ti kërkon llogari pse si japun ty rrobat, imagjino, a kupton? Se më ke thënë pas e nardë robat e rria, s'mi pas ke dhënë, unë pyet aty, sikur do t'jap llogari. Imagjino ku shkon ti. E man me ato bikinit, po, me ty.